Sipas udhëzimeve të lëshuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka nisur një ditë para votimeve shpërndarja e bazës materiale për të gjitha qendrat e votimit në vend, në KZAZ numër 46 në Belsh. Gjatë ditës së sotme, gjithçka ka qenë në funksion të transportit të materialeve drejt 39 qendrave të votimit në zonën e Dumres. Sipas udhëzimeve të lëshuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka nisur një ditë para votimeve shpërndarja e bazës materiale për të gjitha qendrat e votimit në vend, në KZAZ numër 46 në Belsh. Gjatë ditës së sotme gjithçka ka qenë në funksion të transportit të materialeve drejt 39 qendrave të votimit në zonën e Dumres. Kryetari i KZAZ Salban Nipoui nga Partia Socialiste dhe nënkryetari Blerim Tafani nga Partia Demokratike deklarojnë se janë plotësisht të përgatitur për dorëzimin e materialeve në të gjitha qendrat e votimit, ku do të votojnë gjithsej 24.380 qytetarë. Transporti i materialeve do të shoqërohet nga policia, e cila do të jetë e pranishme pranë çdo qendre votimi gjatë zhvillimit të procesit zgjedhor. Dorëzimi i bazës materiale pranë qendrave të votimit do të përfundojë brenda orës 13 të ditës së shtunë. Pranë ZAZ 46 Belsh, e cila përbëhet nga 39 qendra votimi dhe rreth 24.310 votues. Sot jemi në ditën e shpërndarjes së kutive të votimit, materiale votimi. Të gjitha janë përgatitur sipas afateve nga Komisioni i ZAZ-s. Sot sipas vendimit të ZAZ-s në orën 14:00. Për sa i përket procesit punës KZAZ 46 Belshi, gjithçka ka shkuar në normalitet në afatet kohore sipas të përcaktuar nga kodi zgjedhor, dorëzimi materiale, përgatitja e materialeve për shpërndarjen e tyre dhe çdo gjë është e gatshme për të filluar shpërndarjen e materialeve për qendrat e votimit me ditën e ditës sotme.